Firmosin e marrëveshjes për shërbimin shëndetësor në vend me qendrën spitalore universitare San Raffaele në Milano, Itali, kryeministri Edi Rama i quan moment historik për shefin e qeverisë me marrëveshjen për partneritet strategjik për shërbimin shëndetësor mes QSUT-s, Universitetit të Mjekësisë dhe qendrës spitalore San Raffaele, do të hapet një faqe e re, por edhe ambicioze. Nuk jemi absolutisht të kënaqur me çfarë kemi arritur, duam të shkojmë më tutje. Dhe ambicia është që ta bëjmë këtë qendër spitalore pikën e referimit për gjithë Ballkanin. Një tjetër projekt për rijetëzimin e infrastrukturës së vjetër është edhe ai i shuzinës autotraktorëve, pjesë e industrisë ushtarake. Shuzina pritet të jetë në funksion të industrisë ushtarake për prodhimin e uniformave, montimin e mjeteve transportuese të artillerisë, zjarrfiksëve, por edhe autoambulancave. Pasi edhe në këtë aspekt i kemi të gjitha mundësitë që të bëjmë prodhime të cilësisë shumë të lartë dhe krijojmë vende pune dhe furnizojmë forcat tona të armatosura apo forcat e rendit me uniforma shumë cilësore dhe më pak të kushtueshme, të krijojmë një bazë prodhuese që do të mund të shërbejë edhe qëllimit të eksportit. Ndërkohë kreu i qeverisë lajmëroi ndërtimin e shkollës në zonën e Astirit, e cila do të funksionojë bashkë me Kopshtin dhe Çerdhen. Duhet ecim atë që kemi folë me një plan të ri për vendosjen e objekteve arsimore për Tiranën, që të shoqërohet edhe me shponsime ose me partneritete për marrjen e ndërtimit që të lëshojnë territor për shkollën. Shkolla e re që pritet të ndërtohet në njësinë administrative 14, e njohur si zona Astirit, do të ketë një kapacitet prej 900 nxënësish dhe 250 fëmijë të ciklit parashkollor.